A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Efendim Allahu subhanahu wa taala. Dërgojmë salavat dhe selam për të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe së dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdimsi më thonë jepte dhe ishte bamirës ndaj të tjerëve në forma të ndryshme, në veçantë në muajin e Ramazanit, siç tregon hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Allahut ishte i veçantë në bujarinë e tij. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë në një hadith, thot Ibn Abbasi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Thot Ibn Abbasi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte bujar, po bujaria e tij më thonë ju shtonte edhe më shumë gjatë muajit të Ramazanit. Pra për shkak që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e takonte Xhibrilin dhe lexonte Kur'anin e studionte në muajin e Ramazanit, ky takim me Xhibrilin dhe me Kur'anin famulart ishte si shkak shtyjes që më ushtu dhe më tepër bujaria dhe mirësia ndaj njerëzve. Kështu që më thonë ne kuptojmë që fillimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte bujar në këtë muaj të Ramazanit, por kjo bujari buronte nga mësimet e Kur'anit, nga leximi që ishte bashkë me Xhibrilin alayhi salatu wasalam. Kështu që është mirë ne si besimtar edhe në këtë çështje të ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra një ndër format se si muslimanët në muajin e Ramazanit i afrohen Allahut subhanahu wa taala është bujaria që duhet të theksohet në këtë muaj. Gjithashtu është në një hadith tjetër ku shihet që besimtari duhet të jetë bujar në muajin e Ramazanit, është çështja me u dhënë njerëzve ushqim, me u dhënë njerëzve iftar në muajin e Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka veçuar në një hadith duke thënë men fattara sa'iman kana lahu mithla ajri. Kush jep më një agjerusit jep ushqim, i ban iftar, e ka më sevapin e tij. Asa ka marrë ai sevape, merr dhe ky person i cili ka dhënë ushqim atij që ka agjeruar. Kështu që më thonë edhe nga ky hadith e shohim që muslimani në këtë muaj të Ramazanit është mirë të shtohet bujaria, ta shton sofrën dhe të jep njerëzve më thonë ushqim, nga se më thonë është muaj bujarisë, është muaj i bamirësisë ndaj njerëzve. Gjithashtu e shohim këtë çështje që muslimani duhet me dhonën, duhet me bëj shpenzime, duhet me dhënë njerëzve ushqim, është çështja e fitrave që jipen në fund të Ramazanit. Edhe këtu më thonë është përmend hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë zakatul fitri tuhratun lis-sa'imi min al-lagwi war-rafath wa tu'matun lil-masakin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kuptimin e këtij hadith ka thënë zakati i fitrit, do fitra që jipen në fund të Ramazanit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ushqim për të varfërit dhe gjithashtu është më thonë falje prej lëshimeve dhe gabimeve që ka pas mundësi mi bëj gjatë muajit Ramazanit, kështu që më thonë fund Ramazanit japmi diçka nga fitrat me qëllim me pasu këta lëshimet që kemi pas gjatë muajit Ramazanit. Imam Shafiu rahimahullah e përmendën, pasi i përmend këta hadithe, thot besimtari preferohet dhe është vepër shumë e mirë gjatë muajit Ramazanit të veçohet me dhënje, me bujari ndaj të tjerëve. Nga se njerëzit në muajin Ramazanit kanë nevojë për ushqim. Ata mirën me adhurime, mirën me agjerim, ndoshta ata që janë skamnor nuk kanë shumë kohë me punue. Kështu që ata që kanë dhe kanë mundësi dhe kanë pasuri është mirë më thonë me qenë afër fukarave dhe me ndihmu më thonë në këtë muaj të Ramazan me qëllim që me valecu atyre agjerimin dhe ibadetin që e bëjnë gjatë natës. Nëse Allah thotë në sejnë në Kur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dhe ndihmoni me njëri tjetrin në devotshmëri dhe në vepra të mira. Kështu që kjo kur ja lecon atij që është skamnor, i jep diçka me hangur, ja lecon më thonë ushqimin, ta ketë syfirin, ta ketë edhe iftarin, kështu që atij ja ki lecu dhe adhurimin, ja ki lecu atij më thonë agjerimin dhe namazin e natës. Dhe së dashur, pra më thonë ka të bëjë shumë agjerimi janë dhe sadakaja gjatë muajit Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka nënvizuar në një hadith se besimtari i mirë xhenet lian këtë rast për disa vepra të caktuara, pejgamberi ka përmendur agjerimin dhe sadakan. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith inna fil jannati ghurafa. Në xhenet ka disa dhoma, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam yura zahiruha min butuniha wa butunaha min zahira. Këta dhoma të xhenetit thot nga brenda shihet jashtë dhe nga jashtë shihet brenda, më thon këta dhoma. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur dëgjon sahabët këtë thënie, këtë versim, këtë përshkrim të xhenetit, than sahabët liman hiya rasulullah. Për kë është ky xhenet o i dërguari i Allahut? Një xhenet i përshkruar shumë bukur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha hiya liman tayyib al-kalam. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ky xhenet është për atë cili e
e ka ndrejt gjuhën e tij, e ka ndrejt fjalimin e tij, pra fol bukur. Për këtë person është xheneti dhe thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam wa it'amu at-ta'am, ky xheneti gjithashtu për ata që kanë dhënë të tjerëve ushqim, dhe thotë pejgamberi wa adama as-siyam, dhe ka vazhduar me agjërim muajin e Ramazanit dhe agjërimin vullnetar në përgjithësi, dhe thotë pejgamberi wa salla bil-layli wan-nasu niyam, dhe ky person është fal natën kur të tjerët kanë fletë. Pra më thonë, nëse nalmi me analizu këtë hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ta shohim që këta vepra zakonisht agjëruesi në muajin e Ramazanit duhet më i bëhe. E para me përmirësu fjalimin e tina, të folët e tina. Ndodh shpesh disa musliman për shkak që i lodh agjërimi, për shkak mungesës ushqimit në herë dhe dalin pi kontrollit dhe thonë fjalë të këqija, edhe në nënçmojnë të tjerë. Kështu që më thonë është mirë, nëse kemi synu xhenetet e Zotit subhanahu wa taala, është mirë me e përmirësu fjalimin edhe me thonë fjalë mira. Kjo është përmendur në një hadith tjetër, pejgamberi sa ka thonë, nëse dikush të thotë fjalë ndyta dhe të nënçmon gjatë muajit Ramazan dhe ti je agjërueshëm, thuaj atij unë jam i agjërueshëm, ana saim. Unë jam duke agjëruar. Pra është mirë, më thonë, ai që agjëron me përmirësu fjalimin, po në këtë hadith është përmendur edhe çështja e ushqimit, edhe çështja më thonë e agjërimit, gjithashtu edhe namazin që e bën besimtari natën, kështu mund të thonë që taravia ose namazi i natës që bëhet gjatë muajit Ramazan, gjitha këto vepra, më thonë, ai që agjeron duhet të ketë parasysh me qëllim që me marrë këtë vlerë të madhe që është përmendur ky xhenet, ky përshkrim i xhenetit që është përmendur në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra më thonë sadakaja në muajin e Ramazanit është një adhurim i veçantë. Shpesh ndëgjojmë nga hoxhallar thonë që një ndër dyert e xhenetit është edhe dera Rayyan, për të cilën kanë me hip kësaj derës ata që kanë agjëruar. Por më thonë vazhdimi i hadithit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur disa vepra, disa dyert të xhenetlive që kanë me hip përmes asaj dere. Njëra prej dyve është dera e sadakas. Pra më thonë, nëse kemi arrit një vlerë në këtë muaj, kemi agjëruar muajin e Ramazanit dhe inshallah me lezo do të himi nga dera Rayyan, mos ta harrojmë edhe derën e sadakas. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në një hadith, "Faman kana min ahli as-salati duya min babi as-salah." Ai që dhe më ka qenë prej namazdive, do të thirret nga dera e namazit. Do të thuhet hin xhenet nga dera e namazit. Vazhdon hadithi ka thonë o men ka min ahli al-jihad duya min bab al-jihad. Ai që ka bëu jihad, ka bëu përpjekje për dinin e Zotit, do të thirret nga kjo derë që me hin xhenet. Vazhdon hadithi me o men ka min ahli as-sadaqati duya min bab as-sadaqa. Ai që është prej atyre që ka dhënë sadaka, do të thirret nga dera e sadakas. Shikoni më thonë, do të thirret nga dera e sadakas. Vazhdon hadithi o men ka min ahli as-siyami duya min bab ar-rayyan. Kurse ai që ka qenë prej agjëruesve do të thirret nga dera Rayyan. Pra shikoj, më thonë, xheneti ka disa dyert, edhe do të thirren besimtarët nga veprat e tyre që kanë bërë në dunjë, do të thirren nga ato dyert që me hi në xhenet. Abu Bekr radiallahu anhu kur ndjej këta dyert e xhenetit, këtë përshkrim, tha ja Rasulullah, a do të ketë dikush që ka më u thirr nga gjitha këto dyert? Pra ndo ambicet e larta të Abu Bekrit dhe imanin që ka pas të madh, tha a do të ketë ndonjë person që do të thirr nga krejt këta dyert e xhenetit? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha na'am, po. Tha edhe tha pejgamberi wa arju an takuna minhum, shpresoj që ti jesh njëri prej tyre. Pra më thonë, shikoni, në këtë hadith po nënvizot edhe çështja që një ndër dyert e xhenetit është edhe dera e sadakas. Në një hadith tjetër, pasi që u përmend Abu Bekr radhiyallahu anhu, një prej ditëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i pyeti sahabët i tha men asbaha minkum al-yawma sa'ima. Cili nga ju sot po agjeron? Pra është për qëllim në agjërimi që është vullnetar. Pejgamberi Abu Bekr tha ana ya Rasulullah. Unë po agjeroj sot o dërguari i Allahut. Pejgamberi sa e bën pyetjen e ditë dhe tha men tabi'a minkum al-yawma janazatan. Cili nga ju sot e ka përcjellë një xhenazë, e ka përcjellë deri te vorrët. Abu Bekr tha unë o dërguari i Allahut. Vazhdoi pyetja e tretë, pejgamberi sa tha men at'ama minkum al-yawma miskina. Cili nga ju sot i ka dhënë ushqim dhe një skamnorit? Abu Bekr prap tha, unë e dërguari i Allahut, unë kam dhënë sot sadaka. Pejgamberi sa tha men a'ada minkum al-marida. Cili nga ju sot e ka vizituar një të sëmuar? Prap Abu Bekr radhiyallahu anhu tha ana ya Rasulullah, unë e dërguari i Allahut. Në fund pejgamberi sa tha majtama'na fi imri'in illa dakhal al-janna. Nuk do që këta vepra, këta katër vepra që përmenden deri tash, nuk do që të mlidhen në një person vetëm se është prej banorëve të xhenetit. Pra më thonë edhe të përmend çështja e sadakas, që është mirë në këtë muaj të Ramazanit, ta veçojmë me ndonjë sadaka të veçantë me qëllim që me fitu këta bereqetet e Zotit. Pasi u përmend bereqeti dhe sadakaja,
Allah subhanahu wa taala në disa vende në Kur'an e ka përmendur që sadakaja ka begati dhe ka bereqete të mëdha. Një ndër ajetin surën Bekara Allah subhanahu wa taala thot yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Do të thonë kamat Zoti subhanahu wa taala e humb bereqetin e asaj pasurie që ka kamat. Nëse thot Allahu shtohet, do të thonë përmes sadakas pasuria, shtohet bereqeti i saj. Në një ajet tjetër thot Allah subhanahu wa taala në surën Bekara gjithashtu مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. Shembulli i atij që shpenzon rrugën e Zotit është sikur shembulli i atij që më thon e mbjedh një kokër në tokë. Dhe thot Allahu anbatat sab'a sanabil. Ka kjo kokë më dalin 7 kalli, për çdo kalli nga 100 koka, kështu që më thon 700 bereqete dalin nga një sadaka që një person e jep. Vazhdon Allahu thot wallahu yudha'ifu liman yasha. Gjithashtu Allahu 700 shpërblime, por ka gjasa se Allahu më dhon edhe më tepër se kjo, më dhon shpërblime dhe sevape. Dietar kur janë tek ajeti më tregue se si ka mundësi një sadaka mu dyfishu, më thon sevape dhe më shumë se kjo që përmend në Kur'an, kanë thonë dietarët varet prej 3 arsyeve. Varet nga personi që e jep. Asa më tepër është niyeti prezant gjatë dhënies sadakas, normal që edhe shpërblimi i asaj sadakas ngritet më shumë te Zoti subhanahu wa taala dhe sevapet shtohen. Gjithashtu është edhe gjendja e atij që i kemi dhënë. Nëse personi që i kemi dhënë sadaka është më nevojtar dhe vendi sadakas ka zonë vendi më të madh dhe nevoja më e madhe është aty ku i jepet, kështu që më thon sadakas i jepet vlera dhe i shtohen sevapet. Gjithashtu ka përmend dietar më thon është mbartë edhe prej kohës, momenti ku i jepet. Pra në muajin Ramazanit se i jepet një adhurim, një ibadet bëhet gjatë një muaj caktuar që është i veçantë në Islam, gjithashtu më thonë i shtohen sevap. Kështu që më thonë edhe nga ky ajet e kuptojmë që sadakaja më i shtohen shpërblimet dhe sevapet. Më në fund desha me përmendën një çështje interesant. Allah subhanahu wa taala në një ajet në surën Munafiqun e përmend që një ndër dëshirat e atyre që vdesin dhe ndrojnë jetë, dalin në ahiret, është çështja që të kthehen në dynjë dhe të japin sadaka. Pra mendoni me ata që vdesin, shpresojnë që Zoti më u dhon mundësinë edhe një herë më kthin në dynjë dhe më dhon diçka për sadakas. Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut. Allah po na mëson dhe na urdhëron dhe thot jepni, shpenzoni prej asaj që Allah ju ka furnizuar juve. Shpenzoni. Para se të vijë dita që do të vdesni, do të ndani jetë, do të dilni nga kjo botë dhe të shkojnë në ahiret, fa yaqulu rabbi. E pastaj njeriu kur vdes do thotë o Zoti im, laula akhartani ila ajalin qarib, sikur të më kishe dhënë edhe pak një shans të kthehem për pak kohë, për disa çaste, më thonë më kthin në dynjë, fa asaddaqa wa akum min as-salihin, që të jap sadaka, që të shpenzoj për hir Zotit dhe të bëhem prej besimtarëve të mirë. Pra më thënë se dashur, do çdo njeri prej neve që të kthehet në dynjë, të jap diçka, më thonë. Kështu që më thonë është mirë, e kështu dhe vetën dhe juve, që t'japim ndonjë sadaka të veçantë. Në rend parë më thonë zeqati, normal është çështje obligative, që duhet më thonë si çdo pasani që ka pasuri, por më dhon edhe sadakaja, ndihmë të ndryshme në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Elusim Allah subhanahu wa taala që Allah na pranon gjitha adhurimet që i bëjmë në këtë muaj të bekuar. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.